Kush më njeh di shumë mirë që unë nuk punoj për të jetuar, unë jetoj për të punuar. Unë jetoj për të bërë gjëra, jo për të konsumuar gjëra. Kush më njeh di shumë mirë që qysh se jam bërë kryeministër, mund të kem dalë në restorante, nuk e di, në thuajse 12 vjetë tani më, të them 30 herë, në total, do të them shumë, janë shumë. Dhe nga këto, 25, me siguri me familjen. Është sakrificë e madhe për familjen, është sakrificë e madhe për fëmijët tanë, por është kështu. Të gjithë pjesën e kënaqësive të imagjinuara ose të propaganduara si hype, kush më njeh di shumë mirë që unë nuk kam lidhje fare me të. Hiç. Mund të ri patjetër që më shijon ushqim i mirë kur është mundësia, po mund të ri dhe pa ngrënë 2 ditë. Pa asnjë problem. Dhe e bëj për arsye të favoreve që ka organizmi nga kjo gjë. Për shembull, nëse arrin të bësh një cikël prej 48 orësh vetëm me ujë, është një gjë shumë pozitive për organizmin. 72 orët janë fantastike, e kam bërë 2-3 herë, se është shumë. Ndërkohë që është gjëja më normale për mua që përgjithsisht të ha vetëm një vakt në darkë. Dhe në darkë në shtëpi. Rregullisht në shtëpi. Këtu në drek, ja aty, te ajo tavolina aty mbrapa, nëse ha drek, ma sjellim këtu, pam. Tani udhëtimet, po të betohem që nëse do kisha mundësi ti këpusja me thik dhe ti minimizoja, do ti minimizoja me qefin më të madh. Se janë udhëtime pune, nuk janë udhëtime qefi. Janë udhëtime pune. Dhe prandaj unë edhe më vjen edhe si zor shumë dhe habitem çka kërkojnë këta njerëz kur flasin broçkulla, jo mori avionin privat, jo fluturime luks, cili luks. Unë të gjitha fluturimet e mia private me familjen, edhe sot që flasim, dhe gjatë gjithë kohës i bëj vetëm në ekonomik si gjithë të tjerët. Të gjitha. Fluturimet e punës me avionin që pata mundësin të kem, janë fluturime pune dhe janë shkurtim kohe, janë shkurtim shpenzimesh të tjera dhe për më tepër me marrëveshjen që kemi për atë avion, nuk shpenzojmë asnjë lek më shumë për shtetin se sa çfarë është shpenzuar në mesatare çdo vit nga kryeministrat. Dhe për më tepër, deri kur nuk ishte avioni, që ishin vitet të tëra, rregulli në qeverinë time ka qenë dhe mbetet. Antarët e qeverisë, përfshirë dhe mua, nuk udhtojnë në biznes, përjashtuar rastin e fluturimeve në Shtetet e Bashkuara, që janë shumë të gjata edhe që është normale, por çfarë janë fluturimet në Europë? Të gjitha në biznes, në ekonomik. Tani për çfarë flisni? Për çfarë dëgjoni? Për çfarë flisni? Ja, fjalë vërtet. Për çfarë flisni? Si mund të merreni me këto muhabete pa lidhje? Kot. Për çfarë flisni? Kështu që është mirë që kur vjen puna tek jeta e secilit, ti
të jemi shumë të kujdesshëm sepse jetën e secilit nuk e di askush përveç secilit dhe familjes vet.